Ish banorja e Big Brother, Fiorentina Halili, ka qenë e ftuar në një studio televizive ku ka treguar detaje mjaft emocionuese për jetën e saj private. Fiorentina ka rrëfyer se si është bullizuar pas daljes nga shtëpia më e famshme në Shqipëri. Ajo është shprehur se publiku nuk e shikonte të denjë që ajo të ishte partnerja e ish banorit të Big Brother, Olsi Klosi. Pas daljes si e përballur me komente negative, Fiorentina Halili: "Më kanë bullizuar shumë sepse e shikon Olsin si djalin e bukur me trup dhe tatuazhe, ndërsa unë isha ajo vajza që isha e shkurtër, isha pak e shëndetshme sipas atyre." Olsi djali i bukur dhe Fiorentina nuk është e denjë për të. Fiorentina Halili: "Të flas pa filtra? Ti je një zhulse, ti je shumë e shëmtuar, ti je një lop, ti duhet të vdesësh." Ndërsa ai ishte një djalë i bukur, Fiorentina Halili: "Ai ishte një djalë që meritonte këto vajzat e bukura, të gjata, të dobta, të holla, modelet. Unë nuk isha e denjë të isha në krahun e Olsit." Çfarë ndjeje? Fiorentina Halili: "Dhimbje, por e kam kaluar këtë gjë duke mos i treguar të paktën të shtëpisë që unë vuaja nga kjo gjë, e vuaja shumë këtë gjë. Ka patur net që shtriesha dhe vetëm ai jastëku im dhe i organi im e din sa lot kam derdhur." Nëse klikoni mbi butonin subscribe, do t'ju shfaqen të gjitha publikimet tona. Ju ftoj t'i bëni subscribe kanalit, të pëlqeni videot dhe të lini komentin tuaj.